dua të theksoj me bindje të plotë që AKI, bashkërisht me forcat e policisë të Kosovës, kanë qenë në krye të detyrës gjatë gjithë kohës dhe me kohë reale i janë përgjigjur çdo provokimi të situatës në veri. Prandaj dua të falenderoj përzemërsisht për punën dhe angazhimin e tyre që e kanë bërë në terren dhe në këtë rast t'ju ofroj mbështetjen time të plotë si kryetare e komisionit dhe jo vetëm timin, por edhe të gjithë komisionit parlamentar. E kemi të qartë se grupi terrorist i mbështetur nga shteti serb kishte pretendime territoriale përmes veprimeve hibride, agresive dhe sabotuese. Po ashtu kishte për pretendim mbajtjen e situatës në tension të vazhdueshëm të ndërlidhur me interesat serbo-ruse në rajon dhe të krijonte destabilitet. Gjithashtu, qëllim tjetër kishte edhe dëmtimin e imazhit të Kosovës në arenën ndërkombëtare përmes dezinformatave dhe propagandës që e ban në vazhdimsi. Forcat ose thjesht anëtarët e AKI-s edhe një herë e kanë dëshmuar profesionalizmin e tyre. Prandaj mund të them se në bazë të dhënave dhe fakteve të prezantuara, grupi terrorist është nisur pas mesnatës duke shfrytzuar rrugën ilegale në afërsitë e pikës kufitare Izvor, e cila është pika më e afërt me qytetin e Novi Pazarit në Serbi, ndërsa pika më e afërt në fshatin Bajsk në komunën e Zveçanit në Kosovë. Nga pamjet e siguruara me dron të datës 27 nëntit 2023 është arritur të konfirmohet informata se në zonën e njohur si Rogazin, në afërsitë e Izvorit është duke u ndërtuar një bazë ushtarake e forcave të armatosura serbe, me mbulesë nga ana serbe, kinse po bëhet në atë ndërtesë po bëhet trajtimi i mineraleve të zonës. Mirëpo, pamjet me dron i kanë konfirmuar burimet dhe tashmë është e qartë se atje është duke u bërë një zonë ushtarake serbe pra në afërsitë të kufirit në Kosovën. Ajo çka vlen theksohet se gjendja e sigurisë në vend është e brisht dhe është e tensionuar. Prandaj secilit prej neve, qoftë si përfaqësues të shtetit, qoftë si anëtar komisionit, qoftë si media, qoftë si qytetar, na mbetet që të jemi të kujdesshëm ndaj çdo provokimi të mundshëm.